Për shëndetit të dashur mësues, sot ne do të eksplorojmë dhe reflektojmë mbi temën të mësuarit përmes zbulimit. Kjo është një nga metodat e të mësuarit, ka shumë metoda, 8-9 metoda ose 10 që janë prezantuar, por unë do dëshiroja që sot të thelloshim pak në këtë metodë, pra në metodën e të mësuarit përmes zbulimit. Kjo është ajo që mua më pëlqen shumë personalisht dhe sot do mundohem që të jemi edhe më praktik dhe edhe më praktik për këtë metodë, mundohem që se si ta aplikojmë të mësuarit përmes zbulimit në lëndë të ndryshme, ata që në klasë e parë deri në klasën e 12 pra. 8 vjeçare, 9 vjeçare deri në të mesme pra. Për të aplikuar këtë metodë të mësuarit përmes zbulimit. Të mësuarit përmes zbulimit. Çfarë është të mësuarit përmes zbulimit? Të mësuarit përmes zbulimit është një qasje arsimore ku nxënësit angazhohen në mënyrë aktive në eksplorimin e koncepteve, zgjidhjen e problemeve dhe ndërtimin e njohurive përmes përvojave praktike dhe kërkimit. Ndryshe nga metoda tradicionale të mësimdhënies ku informacioni ofrohet drejt për drejt. Të mësuarit përmes zbulimit inkurajon nxënësit të marrin drejtimin në procesin e tyre të nxënit. Ata hetojnë, eksperimentojnë dhe nxjerrin përfundimet e tyre, shpesh me mësuesin që vepron si udhërëfyes dhe jo si instruktor i drejt për drejt. Por para se gjithë ne duhet përgjigjemi pyetjes se pse është e rëndësishme, pra pse është i rëndësishëm të mësuarit përmes zbulimit. Është i rëndësishëm sepse nxit kuriozitetin dhe kreativitetin. Të mësuarit përmes zbulimit kultivon një ndjenjë mrekullie dhe kuriozitetit e nxënësit. Ndërsa eksplorojnë dhe zbulojnë njohuri në mënyrë të pavarur, ata zhvillojnë aftësi krijuese për zgjidhjen e problemeve dhe mësojnë të qasen sfidave nga këndvështrime të ndryshme. Ne si njerëz jemi krijuar për të krijuar. Ne si njerëz jemi krijuar që të jemi krijues në gjërat tona dhe kjo metodë të mësuarit përmes zbulimit nxit kreativitetin. Gjithashtu, së dyti, kjo metodë promovon të menduar kritik dhe kuptimin e thellë. Përmes angazhimit aktiv të nxënësve në të nxënë, kjo qasje inkurajon ata të bëjnë pyetje, të analizojnë prova dhe të zbulojnë lidhjet. Në vend që të mësojnë thjesht përmendësh fakte, nxënësit fitojnë një kuptim më të thellë të lëndës. Së treti, ndërton aftësi për të mësuar gjatë gjithë jetës. Të mësuarit përmes zbulimit pajis nxënësit me aftësinë për të mësuar në mënyrë të pavarur, një aftësi jetike, si në mjediset akademike, ashtu dhe në ato në vendet reale. Ata zhvillojnë besimin në aftësinë e tyre për të kërkuar dhe vlerësuar informacionin. Së katëri, kjo metodë të mësuarit përmes zbulimit është e rëndësishme sepse rrit angazhimin dhe motivimin. Kur nxënësit janë pjesëmarrës aktiv në edukimin e tyre, ata ndjejnë një ndjenjë zotrimi dhe përgjegjësie. Kjo shpesh çon në nivele më të larta motivimi nga angazhimi në klasë. Dhe së fundi, metoda pra të mësuarit përmes zbulimit inkurajon bashkëpunimin dhe aftësitë sociale. Shumë aktivitete të bazuara në zbulim përfshin punë në grup, ku nxënësit bashkëpunojnë, ndajnë ide dhe mësojnë nga njëri tjetri. Kjo ndërton aftësi të punës në ekip dhe komunikim. Prandaj edhe unë personalisht më pëlqen kjo metodë sepse ka gjithë këto gjëra, pra nxit kuriozitetin, kreativitetin, promovon të menduarit kritik, ndërton aftësi për të mësuar gjatë gjithë jetës, rrit angazhimin dhe motivimin, dhe së fundi inkurajon për bashkëpunim dhe aftësi sociale. Por pse është i dobishëm për nxënësit? Të mësuarit përmes zbulimit
u përshtatet stileve të ndryshme të nxënit, që ne i dim gjithë si mësues besoj, duke bërë atë të aksesueshëm dhe gjithëpërfshirës për një gamë të gjerë nxënësish. Për shembull, nxënësit vizual përfitojnë nga eksperimentet dhe aktivitetet praktike. Nxënësit kinestetik përparojnë ku angazhohen me materiale ose projekte fizike. Nxënësit dëgjimor rriten përmes diskutimeve dhe eksplorimit bashkëpunues. Pra, gjithashtu ndihmon në kapërcimin e ndekut midis koncepteve teorike dhe aplikimeve praktike. Për shembull, në vend që të mësojnë parimet shkencore përmes ligjëratave, nxënësit mund të kryejnë eksperimente për të vëzhguar ligjet e fizikës në veprim. Në matematika ata mund të eksplorojnë modelet dhe përpjesimet përmes mateve praktike. Të mësuarit përmes zbulimit përgatin nxënësit për sfidat e ardhshme, duke nxitur përshtatshmëri, kuriozitet dhe qëndrueshmëri. Ai e shndërron klasën në japësi për eksplorim dhe inovacion, duke lënë nxënësit jo vetëm më të informuar, por edhe më të fuqizuar për të lundruar kompleksitetet e botës moderne. Kjo metodë nxit dhe kuriozitetin, të menduar kritik dhe provojat praktike. Në klasat 1 deri në 12 pra të mësuar përmes zbulimit zakonisht zbatohet përmes aktiviteteve që u lejojnë nxënësve të eksperimentojnë, të hetojnë, të nxjerrin përfundimet e tyre. Mësuesit udhëheqin procesin, por lejojnë nxënësit të marrin drejtimin në rrugëtimin e tyre mësimor. Të mësuarit përmes zbulimit është i gjithanshëm dhe mund të përshtatet me lëndë të ndryshme për të i bërë mësimet më të rrezikshme dhe më kuptiplote. Dhe këtu doja të vija sepse si ju thash në fillim, doja që ta bëja diçka shumë praktike, dhe këto janë si shqyrime në disa lëndë të ndryshme. Të më falni se unë nuk jam i gjithanshëm në të gjitha lëndët, por jemi munduar që ta bëjmë të praktike, por do të japim disa shembuj tani të aktiviteteve të mësimit përmes zbulimit në lëndët kryesore. Pra, le të fillojmë me matematikën. Pastaj matematika pra e parë zbulimi i modeleve. Nxënësit marrin një varg numrash ose formash dhe u kërkohet të identifikojnë modelet dhe të parashikojnë se çfarë vjen më pas. Për shembull, mund të eksplorojnë sekuencat Fibonacci ose modelet gjeometrike. Zgjidhja e problemeve në jetën e përditshme. Nxënësit matin objekte në klasë dhe përdorin raporte për t'i zmadhuar ose zvogëluar, duke zbuluar parimet e përpjestimit. Hetimi i gjeometrisë me ndikmë si pllakat ose forma 3D, pra nxënësit zbulojnë koncepte si sipërfaqja, vëllimi dhe këndet duke ndërtuar dhe shpërbër figura. Pra, ka variante të ndryshme, po këto janë disa se ju mund të përdorni pra metodën e mësimit përmes zbulimit edhe në lëndën e matematikës. Pra, ideja është që t'japësh probleme dhe nxënësit të zgjidhin dhe të bëjnë vetë, jo ne t'i japim përgjigje direkt, sepse gjithashtu metoda të mësuarit përmes zbulimit është interesante, sepse kur nxënësit zbulojnë gjërat vetë, ato i mbajnë mend më shumë. Se prandaj dhe ajo inkurajohet që mësuesi është thjesht një udhëheqës, një udhërrëfyes, por nuk do t'i japi përgjigjet direkte nxënësit, po nxënësi duhet të mendojë, të kërkojë, të eksperimentojë, të provojë, të zgjidhë, të japi ide, dhe ku e zbulon vetë zgjidhjen e problemit, atëherë ai do ta mbajë mend. Do ta mbajë mend dhe krijon gjithë aftësi të ndryshme. Okej, le të shkojmë në një lëndë tjetër, tek gjua amtare. Okej, fjali pra të rrëmbyra, jep nxënësve fragmente ose klauza të fjalive të ndryshme, pra ata i rregullojnë për të formuar fjali gramatikisht të sakta, duke zbuluar pjesë të ligjëratës, sintaksën dhe rregullat e piksimit. Detektivët e gramatikës.
Jepunin nxënësve një pasazh me gabime gramatikore të qëllimshme. Ata punojnë në ekip për të gjetur dhe korrigjuar gabimet duke shpjeguar rregullat gramatikore të zbatuara. Gjithashtu zbulimi i pikësimit. Ofronin nxënësve një paragraf pa pikësim dhe sfidojnë të shtojnë pikësim në mënyra të shumta, duke zbuluar se si piksimi ndikon në kuptim dhe tonin, pra. Analiza gjithashtu e tregimeve të ndryshme që ne mund t'i ofrojmë nxënësve, pra. Nxënësit bashkojnë një tregim duke analizuar fragmente ose pjesë të ofruara, duke zbuluar temat, motivimet e karaktereve dhe strukturën e tregimit në mënyrë të pavarur. Një ide tjetër është shkrimi kreativ, pra, duke u dhënë një pyetje të hapur ose një foto. Nxënësit krijojnë tregimet e tyre, duke eksploruar strukturën narrative, dialogun dhe zhvillimin e karaktereve. Gjithashtu mund të jenë analiza e meteve. Nxënësit krahasojnë interpretime të ndryshme të një teksti, për shembull një libër dhe përshtatje të tij filmike, për të zbuluar se si filmi ndryshon sipas mediumit. Pra këto janë disa ide për në lëndën e letërsisë dhe që ne mund të bëjmë, pra, duke përdorur metodën të mësuarit përmes zbulimit. Ne mund të shkojmë në një lëndë tjetër, cila është sporti, pra edukimi fizik. Pra edhe këtu mund të bëhet që zbulimi strategjive të lojës, nxënësit luajnë versione në miniatur të lojrave, për shembull basketboll, futboll, dhe eksperimentojnë me strategjit. Ata analizojnë çfarë funksionoi dhe çfarë jo, duke zbuluar koncepte si puna në grup dhe pozicionimi. Pra, edukimi fizik është i rëndësishëm, nuk është thjesht ljepi topin dhe le të luajnë, pra aty mund të mësojnë shumë gjëra, pra. Fizika në sport, nxënësit eksperimentojnë me topa të masive, peshave dhe materialeve të ndryshme për zbuluar si forcat, këndet dhe fërkimi ndikojnë në lëvizje. Pra, duke mësuar si të hedhë një top me kthes, për shembull. Një ide tjetër, sfida e fitnessit. Nxënësit matin rrajet e zemrës dhe qëndrueshmërinë e tyre gjatë lojëve të ndryshme të ushtrimeve, si vrapi shpejt kundrejt vrapi normal, për të zbuluar si aktivitetet e ndryshme ndikojnë në shëndetin kardiovaskular. Dhe një ide tjetër është për shembull dizajni një sporti, pra nxënësit krijojnë lojën e tyre duke vendosur rregulla, pajisje dhe objektiva përmes provave dhe gabimeve. Ata zbulojnë çfarë bën një sport të heqës dhe të drejtë. Pra këto janë disa ide se si ne mund ta vendosim në praktikë metodën të mësuarit përmes zbulimit. Po të shkojmë një lëndë tjetër te dituria e natyrës, po eksperimente të thjeshta. Është një ide, pra, në këtë lëndë nxënësit eksplorojnë parime si graviteti, duke lëshuar objekte me peshë të ndryshme e duke regjistruar vëzhgime. Kjo i ndihmon ata të formulojnë përfundimet bazuar në të dhëna. Eksplorimi i ekosistemeve është një ide tjetër që ne mund të përdorim, mund të aplikojmë për të mësuar përmes zbulimit në lëndën e diturisë së natyrës. Duke përdorur një terranium ose mjedis lokal, nxënësit hetojnë ndërveprimet midis pimëve dhe insekteve, duke zbuluar rrjedhën e energjisë në zinxhirët ushqimor. Fizika në veprim është ide tjetër. Duke ndërtuar dhe testuar avion letre, nxënësit eksperimentojnë me variabla si formë e krau, duke mësuar rreth aerodinamikës dhe forcave pra të ndryshme. Pra, këto janë disa shembuj të praktik, pra se si ne të aplikojmë pra metodën të mësuarit përmes zbulimit në lëndë të ndryshme. Le të shkojmë te lënda e gjeografisë. Aty në gjeografisë ne mund të kemi një ide pra aktivitetet i hartografisë. Nxënësit përdorin ambientet e tyre, klasa, shkolla ose lagje, për të krijuar harta, duke zbuluar koncepte si shkalla, simbole dhe trajtimet kardinale. Gjithashtu mund të bëhet një ide tjetër është jetimi gjeologjik.
Duke përdorur mostra toke ose guri, nxënësit eksplorojnë tekstura, ngjyra dhe shtresat për të zbuluar si përbërja e tokës ndryshon dhe çfarë zbulon për gjeografitë lokale. Eksplorimi i klimës, nxënësit për shembull krahasojnë të dhëna mbi modin nga rajone të ndryshme për të zbuluar modele në zona klimatike dhe për të eksploruar. Pra këtu janë disa ide se si ne mund të aplikojmë pra metodën të mësuar përmes zbulimit. Ne shkojmë tek shkencat shoqërore, historia, pra se si mund të aplikojmë. Misteret historik, nxënësit analizojnë artefakte ose dokumente për zbuluar çfarë ndodh gjatë një ngjarje historike. Për shembull, duke hetuar revolucionin amerikan përmes burimeve kryesore. Eksplorimi i hartave, duke krijuar harta të qytetërimeve të lashta, nxënësit zbulojnë faktorë gjeografik që ndikojnë në vetbanime, tregti dhe kulturë. Gjithashtu edhe debatet është një ide tjetër, pra që nxënësit kërkojnë dhe luajnë role si figura historike, duke zbuluar perspektiva të ndryshme mbi ngjarje ose politika kyçe. Pra këto janë disa nga ato ide për se si ne të aplikojmë në shkencat shoqërore, në lëndën e shkencat shoqërore, pra metodën të mësuarit përmes zbulimit. Tu kemi fizikën, po fizika ka disa ide se si mund të aplikojmë pra këtë metodë të mësuar përmes zbulimit. Eksperimenti me lëkundësin, nxënësit ndërtojnë lëkundësa me gjarësi të ndryshme, litarjet eksplorojnë se si gjarësia ndikon në periudhën e lëkundësit, duke zbuluar koncepte e lëvizjes harmonike. Ideja e dytë është eksplorimi i valëve të zërit, duke përdorur pirujnë tingëllues dhe ujë. Nxënësit eksperimentojnë me dridhjet dhe valët zanore, duke vëzhguar se si frekuenca ndikon në tonin e zërit. Lëvizja e projektileve, nxënësit përdorin katapulta ose hobe për të hedhur objekte në kënde të ndryshme dhe matin distancat, duke zbuluar se si këndi, shpejtësia dhe graviteti ndikojnë në trajektore. Pra këto janë disa ide në lëndën e fizikës. Qarku dhe elektriciteti është një ide tjetër se si mund të aplikojmë pra metodën të mësuarit përmes zbulimit. Nxënësit krijojnë dhe ndërtojnë qarqe të thjeshta me bateri, tela dhe llampa për të hetuar koncepte si rrymë, rezistenca dhe përçueshmëria. Gjithashtu ide tjetër është dhe transferimi i nxehtësisë. Pra është shumë interesant, duke prekur materiale të ndryshme si metal, dru ose plastik, sipas rastit, pra vendosen në të njëjtin mjedis, nxënësit zbulojnë se si materiale të ndryshme përçojnë nxehtësinë. Eksplorimi i optikës, nxënësit përdorin lente dhe pasyra për të manipuluar dritën, duke zbuluar koncepte e reflektimit, thyrjes dhe pikave fokale. Pra këto si janë disa ide krijuese si të aplikojmë të mësuarit përmes zbulimit në lëndën e fizikës. Ne shkojmë te lënda e kimisë. Lënda e kimisë ka edhe disa ide dhe këtu janë 7 ide me sa po i numëroj. Pra e para është ide reaksionet kimike, nxënësit kombinojnë uthull dhe sod buke për të vëzhguar reaksionin, duke eksploruar prodhimin e gazit dhe parimin e ruajtjes së masës. Së dyti, treguesit e acidit e bazave, duke përdorur tregues natyral si lëngu i lakrës së kuqe, pra nxënësit testojnë substanca shtëpiake për të përcaktuar nivelet e tyre të pH-it, duke zbuluar acidet dhe bazat. Teknikat e ndarjes, nxënësit ndajnë përzierje, për shembull rrër dhe krip, duke përdorur filtrimin dhe avullimin, duke mësuar rreth vetive fizike dhe kimike. Eksplorimi i densisë, nxënësit vendosin lëngje me densi të ndryshme si vaj, ujë ose shurup, dhe shtojnë objekte për të parë se cilat notojnë apo fundosen, duke zbuluar marrëdhëniet e densisë. Elektroliza e ujit, duke aplikuar elektricitet në ujë, nxënësit e ndajnë atë në gazra hidrogjeni dhe oksigjen, duke eksploruar konceptet e shpërbërjes kimike. Kristalizimi, nxënësit rrisin kristale kripe, duke avulluar ujin,
nga një zgjidhje saline, duke eksploruar se si tretshmëria dhe temperatura ndikojnë në kristalizim. Edhe termokimia, nxënësit përzien kimikate si nitrat amoni me ujë për të vëzhguar reaksionet endotermike ose eksotermike, duke zbuluar shkëmbimin e nxehtësisë në procese kimike. Pra, metoda të mësuarit përmes burlimit në lëndën e kimisë është më e thjeshtë të bëjnë eksperimente të ndryshme që nxënësit të zbulojnë vetë dhe të mësojnë vetë. Dhe kjo është një metodë ndryshe sipas traditës. Metoda tradicionale është që mësuesi duhet t'ia thotë gjithçka të gatshme, teorinë, praktikën, gjithçka t'ia thotë fëmijëve dhe ato thjesht do ta mësojnë përmendësh. Por ne, siç e thamë përpara, metoda të mësuarit përmes zbulimit është shumë e rëndësishme dhe shumë e dobishme, sepse nxënësit kur e zbulojnë vetë, atëherë ata e mbajnë mend më mirë. Këtu kemi biologjinë, si mund të lënda e biologjisë, si mund të zbatojmë pra metodën të mësuarit përmes zbulimit. Kemi disa ide, këtu është eksplorimi i qelizave. Nxënësit përdorin mikroskop për të vëzhguar qelizat bimore dhe shtazore, duke regjistruar struktura dhe duke hipotezuar funksionet e organeve që shohin pra. Ekosisteme në kavanos, nxënësit krijojnë terrariume me bimë dhe organizma të vegjël, duke hetuar se si elementë si drita, uji dhe toka bashkëveprojnë për të ruajtur një ekosistem të ekuilibruar. Gjithashtu, aktiviteti i strukturës ADN-s, duke përdorur ruaza me ngjyra ose modele, nxënësit ndërtojnë zinxhir ADN-i për të zbuluar parimin e çiftimit bazë pra dhe strukturën me 2 spirale. Okej, pra këto janë në lëndën e biologjisë dhe tani besoj së fundit është shkenca kompjuterike teknologjike. Edhe këtë metodë të mësuarit përmes zbulimit mund ta zbatojmë në lëndën e IT-s ose teknologjisë, si e quani ju në shkollët tuaja pra. E para për shembull sfida e kodimit, nxënësit zgjidhin pra enigma duke shkruar kodet e tyre, duke zbuluar logjikën pas koncepteve të programimit si ciklet ose kushtet. Eksplorimi i robotikës me Lego ose mjete të ngjashme, nxënësit eksperimentojnë me ndërtimin dhe programimin e robotëve duke mësuar rreth inxhinierisë dhe zgjidhjes së problemeve. Pra metoda të mësuarit përmes zbulimit është një metodë shumë interesante dhe është thjeshtë që i nxit fëmijët të angazhohen, të mësojnë, pra që mësuesi nuk duhet t'ia thotë të gatshme në mënyrë tradicionale, nuk duhet t'ia themi të gatshme gjithçka nxënësve, por ti udhërrëfejmë atyre, ti ndihmojmë, ti nxisim ata që ta zbulojnë vetë. Pra ta zbulojnë vetë nëpërmjet projekteve, eksperimenteve, nëpërmjet krijimtarisë, nëpërmjet vëzhgimeve, analizave, sipas lëndës. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, është shumë e rëndësishme për ta kuptuar pse të mësuarit përmes zbulimit është vërtet një qasje arsimore ku nxënësit angazhohen në mënyrë aktive në eksplorimin e koncepteve, zgjidhjen e problemeve dhe ndërtimin e njohurimeve përmes përvojave praktike dhe kërkimit. Ndryshe nga metoda tradicionale të mësimdhënies, ku informacioni ofrohet drejt për drejt, pra, të mësuarit përmes zbulimit inkurajon nxënësit të marrin drejtimin në procesin e tyre të nxënimit. Ata hetojnë, eksperimentojnë dhe nxjerrin përfundimet e tyre, shpesh me mësuesin që vepron si udhërrëfyes dhe jo si një instruktor i drejt për drejt, pra, sepse metoda të mësuarit përmes zbulimit nxit kuriozitetin dhe kreativitetin, promovon të menduarit kritik dhe kuptimin e thellë, ndërton aftësi për të mësuar gjatë gjithë jetës, rrit angazhimin dhe motivimin, inkurajon bashkëpunimin dhe aftësitë sociale në punën në grup.
dhe sepse të mësuarit përmes zbulimit u përshtaten stileve të ndryshme të nxënit, duke bërë atë të aksesueshëm dhe gjithëpërfshirës për një gamë të gjerë nxënësit. Për shembull, përfshim nxënësit vizual që përfitojnë nga eksperimentet dhe aktivitetet praktike. Përfshim nxënësin kinestetik që përparojnë kur angazhohen me materiale ose projekte fizike. Përfshim nxënësin dëgjimor që rriten përmes diskutimeve dhe eksplorimeve bashkëpunuese. Dhe mbi të gjitha të mësuarit përmes zbulimit, kur nxënësi zbulon vetë, ai e mban mend dhe mund ta thotë me fjalë të veta atë që ka zbuluar dhe mban mend për gjithë jetën. Për gjithë jetën dhe mban mend për çdo test, çdo provim, dhe kështu edhe ana akademike e nxënësit do jetë shkëlqyer, edhe sepse mban mend më mirë. Ne e dim që të mësuarit përmendësh është aty për aty, është për atë ditë. Kur nxënësit ka mësuar diçka përmendësh dje dhe ta thojnë sot, pas jave, 2 jave, 95% që ta kanë thënë përmendësh nuk e majnë mend më. Mos them më shumë se 95%, po le ta themi 95% nuk majnë mend më. Po kur e zbulojnë vetë, ata e mbajnë mend. Dhe ata mund të vendosin në praktik dhe kështu mund të ndërtojmë njohurinë, po të kuptimin e nxënësit në lëndën që ju jepni. Prandaj edhe unë personalisht më pëlqen kjo metodë, edhe është interesante sepse edhe në universitet i përgatitim nxënësit tamam, se atje në universitet ka shumë punë kërkimore. Unë për shembull nuk kam mësuar nëpërmjet kësaj metode, të mësuarit përmes zbulimit që ishim në kohën e komunizmit, ne kishim mësuar me përmendësh e gjithçka, shumicë e rasteve, okay? Dhe kur shkova në universitet në Angli, për shembull që kam mbaruar bachelorin edhe masterin, më kërkonin të bëja kërkim dhe jo hartime, dhe jo gjëra imagjinare, po kërkime, fakte, kërko këtu, kërko atje, grumbullo ç'a thot ky autor, ç'a thot ai, eksploro, analizo, kërko edhe nxirr konkluzione vet. Edhe për mua në fillim ishte vështirë sa të mësoja, se më thonë më mirë na bë provim, të mësoj përmendjes e ta them. Jo, do bësh esej kërkimore dhe çdo lëndë, shumica e lëndave që unë kisha duhet të bëj esej kërkimore dhe vetëm kështu ishte 100% e notës. Dhe pastaj mësova duke zbuluar, duke eksploruar këtë metodë, edhe u interesova po pse është në këtë mënyrë nota, sepse pastaj më thanë për studioje të mësoj përmes zbulimit, kështu e marr më mirë, kështu mëson më shumë, kështu merr aftësi për të kërkuar në jetë, edhe aftësi kërkuese gjithçka. Pra, me këtë metodë unë besoj që ne përgatisim shumë mirë edhe nxënësit e shkollat mesme për universitete, kudo në botë, që edhe mund të student të shkëlqyer kudo në botë, por gjithashtu mbi gjitha i përgatisim nxënësit për jetën, që ata kërkojnë fakte, vëzhgojnë, analizojnë, kanë mendimin kritik, që nuk pranojnë gjithçka çfarë thuhet, po filtrojnë, kanë filtra, angazhohen, motivohen, kupton, pra marrin aftësi për të mësuar gjatë gjithë jetës. Dhe kjo është shumë e rëndësishme që ne ndërtojmë edhe japim aftësinë nxënësve që ta përvojnë në praktikë gjatë gjithë jetës së tyre.